Emi që jam këtu të liqeni, jam duke u të gëzu. Desha me ndo një moment të kësaj sfidës 120 orëshe water fasting, që do pi vetëm ujë dhe asgjë tjetër, që po bëha 24 orë, që unë nuk kam hangër asgjë. Kam pi ujë, kam pi ujë me limon, ujë me krip për elektrolite, dhe po një pak rrimi koke. Një gjoha mirë që unë nuk pi kafe dhe kam pak më atlet me këtë pjesën e rrimës kokës, por nuk ashtë asgjë për të shqetësu. Ka momente që shkon menja për me hangër, por kur ti disiplinum dhe ke vendosur për ta bërë diçka, ajo gjë duhet që deri në fund me sukses. Se përndrysh kur rran vedin, thënë na nga Shkodra, imagjino që i bën tjerë. Kështu që duhet me nej besnik fjalëve që i premton vedit, nëse do me fitu vetë besim. Ju përshëndes.